Nenin 4, se me thënë drejtën, unë mundova shumë të jepja konsiderata për këtë nenin, po nuk më rrihet pa e dhënë konsideratën edhe për nenin 4. Me thënë, ky neni 4 është i ngjashëm me ndonjë ligj tjetër të ngjashëm si ky, se me thënë drejtën më duket si një listë projektesh e sjell në projekt ligj. Nuk më duket si një listë parimore për sektorët respektiv ku mundet të operohet me koncencione apo partneritetin publik-privat. Për shembull, thuhet në burgje dhe infrastrukturë gjyqësore, koncencion. Unë mendoj që ky është një shërbim publik shumë i rëndësishëm. Edhe që ka të bëjë me sigurinë dhe rendin publik, po edhe me sigurinë kombëtare. Do të thënë dhe për mua fjala bie, për bindjet e mia natyrisht që kjo s'do të jetë tu fare. Dhe as du ta çoj kush në mend që mund t'japi burgje me koncencion. Tjetër, rehabilitimi i tokës dhe i pyjeve. Tjetër, strehimi, që është një element apo një faktor shumë i rëndësishëm publik, me thënë drejtën, edhe me karakter social. Tjetër, godina të administratës publike që jepen me koncencion. Që ngjitet më shtetit pastaj? Nëse dhe një godin të një sektori të rëndësishëm publik e ndërton një privat. Tjetër, rehabilitimi dhe zhvillimi urban dhe suburban. Çfarë nuk kuptohet me këtë? Tjetër, ndriçimi publik në territorin e njësive administrative vendore. Tash kjo bie ndesh edhe me atë që sapo tha zonja Antoneta pak më përpara. Tani edhe i vëm kufizime pushtetit vendor deri në zhvlerë të aktiveve të tij mund të lidh një kontratë partneriteti publik-privat dhe në krahun tjetër themi që po mund ta bësh këtë. Ndriçimin publik. Si me atë kufizimin, po mund të dalë jashtë vlerës së atij kufizimi. Dhe kjo pastaj që e hap komplet, është kontratat të tjera në sektor utilitar. Çfarë do me thënë kjo? Dhe kush janë sektorët utilitar të tjerë që janë jashtë kësaj liste? Prandaj pyetja që kam është, neni 4 është i përafruar apo është i ngjashëm me të njëjtin